PDK, përmes një komunikate për mediat, ka reaguar lidhur me propozimin e mandatarit të dytë nga lëvizja vetëvendosje për kryeministër. PDK në komunikat thotë se në një situatë ku është e qartë që s'ka një shumicë për votimin e qeverisë, mandatimi i Glauk Konjufcës nga presidenti Osmani do të përbënte humbje kohe, zvarritje dhe thellim të mungesës së besimit në institucione, ashtu si që dështoi Albin Kurti për të siguruar shumicën, do të dështoi çdo përpjekje tjetër për ta zgjatur artificialisht këtë proces nga lëvizja vetëvendosje. Realiteti politik është i qartë, askush nuk e ka shumicën për të formuar qeverinë nga kjo legjislaturë, thuhet në komunikat. PDK në komunikat thekson se injorimi i këtij realiteti vetëm sa do të thellonte krizën, do ta zgjaste pasigurinë institucionale dhe do ta dëmtonte më tej stabilitetin e vendit. Aktualisht, zgjidhja e vetme e drejtë dhe demokratike janë zgjedhjet e reja të parakohshme, që do t'i kthejnë sovranit qytetarit të Republikës së Kosovës të drejtën për të vendosur drejtimin e ardhshëm të vendit dhe për t'i dhënë legjitimitet institucioneve të reja, thuhet në reagimin e PDK-s. Të dashur aktivistë mbështetës, për një gjë dua t'ju siguroj, lëvizja vetëvendosje është fituese e 2025-ës, ka përqen fituese edhe në 2026-ën, po edhe vitet e ardhshme siç po duket, ndihmuar edhe nga mentaliteti vjetruar e ekstrem jo bashkëpunues i partive të tjera. Sidoqoftë, kurdoherë e në çdo rast, ne jo vetëm që jemi të gatshëm për zgjedhje, por jemi edhe të përgatitur për to. Kemi dashur dhe kemi ofruar mundësi për zgjedhje qysh në qershor, kur e pam se nuk donin bashkëpunim. E kemi marrë disa herë prej tyre refuzimin e ftesave për bashkëpunim, gjersa na e kanë bërë të pamundshëm çfarëdo qeverisje me koalicion me ta. Jemi në këtë situatë për shkak të kalkulimeve të humbësve, që po përpiqen të zvoglojnë humbjet e tyre me këso makinacionesh, por kjo është e pamundur. Realiteti nuk ndryshohet nëse fillimisht nuk e pranon atë, e ata duhet t'ja pranojnë vetes faktin se kanë humbur. Të dashur qytetar e mbështetës që na ndiqni, sot unë dua të bëj një propozim të menduar mirë. E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, sepse rregulli i demokracisë thotë që subjektet vendosin vetë, e për lëvizjen vetëvendosje as nuk vendos dhe as kur nuk ka për të vendosur ndonjë subjekt tjetër. Megjithatë, pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes sonë, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjufca. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashkë. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Ja pra, po ja japim mundësinë opozitës që t'ja kursej vendit dy palë zgjedhje, sepse mjafton një herë në prill, kur paraqitet çështja e presidentes. Ne do të shkojmë përpara me tentimin e dytë, me mandatarin e dytë, Glauk Konjufcën, me qeverinë e njëjtë, me dëshirën më të mirë për shtetin e për vendin, për popullin e për të gjithë qytetarët pa dallim. Shpresoj të mos e keq përdorin dhe të mos e humbin edhe këtë mundësi. Ne si vetëvendosje jemi gati për zgjedhje sot. Jemi gati edhe në dhjetor, në muajin e ardhshëm. Jemi edhe më shumë gati në prill, në vitin e ardhshëm. Por po e japim këtë mundësi si zgjidhje për këtë blokim të kotë, të shkaktuar nga kokëforcia e inati,
nga kalkulimet e gabuara, blokim që po bëhet i dëmshëm, jo për lëvizjen vetëvendosje, po për Republikën e Kosovës. Opozitorëve ju themi, ju lutem, mos u betononi në pozitën e bllokuesit. Ja ku e keni shansin. Mos e lini që të ikë edhe ky shans Kosovës sonë të përbashkët. Të dashur aktivist, në 2 dekada aktivizmi masiv e intenziv në lëvizjen vetëvendosje, Glau Kënjufsa na ka mësuar se ndërtimi i shteteve të zhvilluara ka qenë rezultati i një reflektimi afatgjatë. Forca e shteteve qëndron në thellësinë e themeleve të tyre. Drejtësia e themeleve përcaktohej nga bashkërendimi i dritës së mendjes me regjistrimin e përvojave. Shtetet e fuqishme janë ndërtuar mbi filozofi të forta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndërtuan nga ata që jo vetëm morën me vete filozofinë e Humit e të Lockeut, por ishin edhe vetë filozof të kalibrit të madh si Paine, Jefferson, Adams e të tjerë, siç qëndrojnë në themel të Francës, Descartes, Voltaire, Rousseau, apo të Gjermanisë, Kanti, Hegeli e të tjerë. Mes filozofive të forta, filozofia më e fortë është filozofia e lirisë. Glauku nuk është filozof vetëm me formim universitar, por është 2 fish i ndërtuar. Mishërim i filozofisë së lirisë si aktivist politik dhe i studiuesit të filozofisë si politikan shteti. Simpatizant i Hegelit, edhe ashtu siç e kuptonte ky lirin, Glauku është angazhuar gjithmonë për ndërtimin e realitetit të Kosovës sipas konceptit. Për ndërtimin e shtetit sipas konceptit shtet, si popull, territor dhe sovranitet, teksa shikonte se po na ikte territori, popullsia dhe sovraniteti dhe angazhohej bashkë me gjithë neve për t'i mbrojtur këto. Mbartës i kthjellësisë që në çastet e para të organizatës sonë, televizjes sonë, figura e pjekurisë si nënkryetar për vite i lëvizjes sonë, shembulli i urtësisë si kryetari i Kuvendit të Kosovës, mjeshtër i komunikimit dhe argumentimit si ministër jashtëm i Republikës sonë, diku te 180 artikuj ka shkruar Glauku, duke përshkruar në detajin më të hollë dhe në horizontin më të lartë ditën dhe fatin e Kosovës e të shqiptarëve mbar. E në ato qindra artikuj, fjalime dhe konferenca, Glauku që prej vitit 2005 ka përshkruar në detajin më të hollë dhe gjithashtu në horizontin më të lartë të dhënën sociologjike dhe kulturore, politike dhe ekonomike, geopolitike dhe historike. Në këto përmasa, reflektimi ai ka treguar se çfarë nevojitet për caktimit të fatit Kosovës. Ne jemi me fat të padiskutueshëm që kemi njohësin e mrekullueshëm të historisë të largët e të afërt. Ne jemi me fat që kemi njeriu bujar në miqësi e në bashkëpunim. Filozofi, histori, drejtësi, mendje ndritur e jona, të cilën ja rekomandojmë dashurisë sonë Kosovës. Të nderuar delegat, në situatën në cilën jemi, të shkohet në zgjedhjen e dhjetor pa e miratuar buxhetin për vitin 2026 është rrezikim i qëndrueshmërisë së shtetit dhe stabilitetit ekonomik të vendit. Janë, ju e dini, 85.000 shërbyes publik që marrin paga nga buxheti, janë 300.000 pensionistë gjithsej që marrin pensione nga buxheti, janë 400.000 fëmijë që marrin shtesa nga buxheti, janë 10 mijëra fermer e mijëra biznese që marrin subvencione nga shteti. Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. Aq më pak kur qysh në fillim të vitit ardhshëm e kemi të pasgjidhur edhe çështjen e zgjedhjes, përkatësisht rizgjedhjes së presidentes. Nëse kjo sfidë nuk arrihet të tejkalohet brenda afatit kushtetues, vendi duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja. Por pa buxhet të miratuar, nuk do të mund të mbashin as zgjedhjet. Kësaj vendi do të futej në një situatë pa precedent nga e cila askush nuk e din se si mund të dilet. Do të ishte pa përgjegjësi e thellë të shkohet në zgjedhje pa buxhet të miratuar. Argumentimi i opozitës për mos miratim të buxhetit që ne kemi proceduar në kuvend është se nuk duan ta trajtojnë buxhetin e një qeverie në detyrë. Ky argument bëhet i paqëndrueshëm përballë faktit se në vitin 2020 ne si lëvizje e patëm votuar buxhetin
anise ishte dorëzuar nga qeveria në detyrë e udhëhequr nga Abdullah Hoti, vetëm që të mos rrezikohej stabiliteti ekonomik i vendit. Një mirëkuptim i tillë që vendos interesin shtetëror para mlefeve e inateve e interesave partijake, ashtu siç bëm ne në vitin 2020, aktualisht po i mungon opozitës. Prandaj caktimi i mandatarit të dytë në këto rrethona bëhet domosdoshmëri. Nëse ajo çfarë duhet për miratim të buxhetit, që nga që buxheti dorëzohet nga një qeveri fuqiplot, atëherë le ta votoj opozita një qeveri të udhëhequr nga Glauku, e cila e dorëzon buxhetin për miratim në Kuvend të Republikës. E me këtë evitojmë edhe mbajtjen e dy par zgjedhjeve brenda pak muajsh. Në vend se të paguaj miliona euro për një palë zgjedhje më tepër sa që duhet, ato para mund të shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve. Pra, ky veprim i yni për mandatarin e dytë është në funksion edhe të miratimit buxhetit, i cili siguron pagat, pensionet dhe vazhdimsinë e pagesave që mbështesin ekonominë e vendit, si dhe eviton shkuarjen në dy palë zgjedhje njëra pas tjetrës në kohë shumë të shkurtër. Me këtë veprim, ne si lëvizje vetëvendosje edhe një herë tregojmë se interesi i shtetit për ne vjen në rend të parë secilën herë çdo herë. Ju falemnderit shumë për vëmendjen dhe më lejoni që të kërkoj miratimin e Këshillit Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje për ta dërguar emrin e Glauku Konjufsës te presidentja e Republikës Vjosa Osmani për tentimin e dytë për formimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit kryetar, kryeministër Kurti, faleminderit për fjalën tuaj, për propozimin, e mbi gjitha faleminderit që edhe një herë e shpërfaqni madhështinë edhe veçantinë e lëvizjes, e cila si nga hera, kur është në pyetje interesi i shtetit, merr vendime të cilat janë